Këtë javë ekipi I reportazhit ma pikturo ëndrrën udhtoi për në fshatin Brestos të komunës Rahovecit. Kësaj radhe familja Berisha hapi dyert e shtëpisë së tyre për të prezantuar atë për shikuesit e radio televizionit 21. Ajo që të bie në sy apo të hysh në oborin e kësaj shtëpie është kopshti I rregulluar në çdo kënd të tij me kujdes të veçantë. Në këtë kopsht mund të hasësh në lule të lloj-llojshme, duke filluar nga Bux, Juriperus, Rispen, Aron japoneze e të tjerë. Edhe kupzat në këtë obor janë të radhitura në një formë jo të zakonshme. Hapësira e oborit para shtëpisë I ka mundësuar Hamdi Berishës, pronarit të shtëpisë, të realizojë çdo ide të tij për të pas një kopsht të tillë. Në pjesën e përparme të oborit, ku ka rreth 600 metra katror, janë edhe një pus dhe një fontan të cilat e zbukurojnë edhe më shumë këtë obor. Ndërsa këto shkallë janë të punuara nga vetë pronari I shtëpisë. Kjo tavolinë është vetëm njëra nga hapësirat të cilat gjatë ditëve të ngrohta të verës, kjo familje e shfrytëzon për qëndrim ditor. Po si do të dukej ndryshe obori I pronarit të një firme për rregullimin e kopshteve në Zvicër? Është një punë, është profesioni jemi. Në gjithë këtë punë që shive të shkosh në borë, vetëm për durëve të mija, me mure, me të gjitha, me dekorime, është të gjitha. Se është profesion ka vetë durët e mija, punojmë në Zvicër, me rëmë në një firmë. Që për këtë punë, mu tash ma tepër ngret të këtu, koha vënd vetëm. Unë thëmë Berish në vit, vi 4 herë apo 5 herë. Thëmë që vinë të vizitoj të burën teme, shpinë teme, kurse fëmijët e djallit ata vinë pjesë, me një familje e madhe, gjom një gjyshin 9 nipave dhe mesave, kështu që ndëgjoj kënaqësi kur të bom, po gjithë kur të bom jem veç në verë. Dhe më thënë në mujën e pushimin e verës, edhe në gjëmë vërtet në sinë, ashtë sa nuk banë. Se në mërgjimtar gjithë një kemi munges të bimit, nga jemi atje të bumë, po I kemi edhe këtu. Një familje, kemi vllazër, kemi motra, dhe të bumë gjithë të nashë. Nuk do shumë mend që kjo është hapësira e tij e preferuar. Kjo shtëpi e cila është ngjyrosur me të bardhë ka edhe shumë terraca në kuadër të saj.
Shtëpia e Hamdi Berishës është rreth 350 metra katror. Nga ky ambient i jashtëm i shtëpisë, ku gjatë ditëve të verës është edhe më i bukur për shkak të luleve të shumta që ka, ne vazhduam për të parë interierin e shtëpisë. Sa po të hysh brenda, do të shohësh një ambient me ngjyra të cilat e përcjellin ngrohtësinë të çdo person që hyn në të. Dhoma e ditës është hapësira e parë të cilën do ta hasësh sapo të hysh brenda kësaj shtëpie. Ngjyrat e përdorura në mobilje dhe në detajet e tjera në këtë dhomë të ditës e bën një ambient shumë ftues. Një ambient që të bën të ndjesh qetësinë dhe rehatin. Të gjitha mobiljet në këtë shtëpi janë të ardhura nga Zvicra. Edhe perdet po ashtu. E zonja e shtëpisë qëllimisht ka përdorur perde të holla vetëm për të plotësuar dekorin që ato ofrojnë. Ndërsa dritaret e mëdha në këtë dhomë të mundsojnë një pamje shumë të bukur të kopshtit të shtëpisë. Po si të shihni, kemi shku me një punë apo sa më ndryshuar shumë më të lehtë, më të përshtatshëm për rahati. Kurse me ngjyra të lehta, që të jem sa më të përshtatshëm ngjyrë verë pranverë verë, edhe hapësira si shivet e kemi lidhën me kuzhinë që të kemi sa më pak punë me thonën, rahat lek, si me mysafir apo me tjerë. E ndryshimi i objektit është kemi lënë dritare të pakës më të mëdha, kemi shku me masiv më të madhe që kemi më shumë ndryshim. Në kuadër të dhomës së ditës, e cila ka rreth 80 metra katror, është inkorporuar edhe një trapezari dhe e bashkëveprojnë shumë mirë me njëra tjetrën. Kjo tavolinë është e prodhuar në Zvicër. Ndriçimi në këtë shtëpi është instaluar me kujdes. Kjo shihet edhe te tavolina e bukës, ku abazhuri është vendosur në atë pozicion që ndriçimi të bie mbi tavolinë. Në katin e parë të shtëpisë është edhe kuzhina, ku përveç perdeve nuk është vendosur derë që të ndajë atë nga dhoma e ditës. Kjo është bërë qëllimisht nga pronari i shtëpisë për të krijuar madhësinë e hapësirës. Kjo shtëpi ka 5 dhoma të fjetjes, një në katin e parë dhe 4 të tjera në katin e dytë. Dhoma e pronarit është një nga dhomat më të mëdha të shtëpisë. Mobiljet e kësaj dhome, si të gjithë mobiljet e tjera në këtë shtëpi, janë të porositura në Zvicër.
ndërsa dhoma e vajzave përbëhet nga 2 shtretër, një orman dhe një komodin, një ambient as pak i ngarkuar dhe shumë i rehatshëm. E një dhomë tjetër e veçantë në këtë shtëpi është dhoma e Aleas, mbesës së pronarit të shtëpisë. Padyshim se sapo të hysh brenda saj do të vresh se je në një dhomë fëmijësh. Ndërsa dhoma e djalit të pronarit është dhoma më e veçantë në këtë shtëpi. Kjo dhomë e cila është mjaft e ndritshme është një ambient mjaft i qetë dhe romantik. Për të qenë një ambient sa më romantik, çifti është kujdesur edhe për perdet të cilat krijojnë një ambient mjaft relaksues. Ajo që vlen të përmendet është edhe fakti që secila dhomë në këtë shtëpi ka edhe dalje në terracë. Ndërsa nga dhomat e gjumit kalojmë në një ambient tjetër shumë të rëndësishëm për çdo shtëpi. Banjot janë të rregulluara me kujdes të posaçëm. Në këtë shtëpi janë gjithsej 4 banjo. Më e madhja prej tyre është kjo me jacuzzi. Kjo ishte shtëpia e Hamdi Berishës nga fshati Brestoci, komunës së Rahovecit. Shpresojmë që edhe ju shikues, përmes këtyre pamjeve që sollëm për ju, të keni jetuar ambientin e kësaj shtëpie ku ndjehet qetësia, rehatia dhe komoditeti.